Alb Libris në SBA një hap i rëndësishëm për librin shqip në diasporë. Në Shtetet e Bashkuara, sikurse kemi thënë, është themeluar së fundi platforma online Alb Libris, një iniciativë e re kulturore që synon të sjellë librin shqip pranë komunitetit shqiptaro-amerikan. Projekti është realizuar nga botuesi i njohur nga Tirana Bujar Thurdri në bashkëpunim me shqiptaro-amerikanin Dr. Pashko Cam. Alb Libris ofron libra fizik në gjuhën shqipe dhe synon të krijojë një ulësie mes autorëve shqiptar dhe lexuesve në diasporë. Kjo nisë konsiderohet si një nga përpjekjet më domethënëse për institucionalizimin e librit shqip në SBA në një kohë kur shpërndarja dhe promovimi ka qenë e kufizuar për dekada. Krijimi i kësaj platforme vjen si përgjigje ndaj një boshllëku të kahershëm kulturor, duke ofruar jo vetëm shitje librash, por dhe promovimin dhe diskutimin e tyre. Në këtë mënyrë, Alb Libris synon të luajë një rol të rëndësishëm për ruajtjen e gjuhës shqipe, veçanërisht për brezat e rinj që rriten larg atdheut. Nisma lidhet dhe me traditën historike të diasporës shqiptare në Amerikë, ku figura si Fajkonica dhe Fanoli theksuan rëndësinë e institucioneve kulturore për ruajtjen e identitetit kombëtar. Megjithëse përballet me sfida si tregu i kufizuar dhe konkurenca me botimet në anglisht, perspektiva e Alb Libris mbetet premtuese nëse mbështetet nga komuniteti. Kjo platformë mund të shndrohet në një qendër referimi për librat shqip në diasporë dhe një instrument të rëndësishëm të diplomacisë kulturore shqiptare.